Agjencia Mbikëqyrjes Policore e rajonit Shkodër-Lezhë ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë, e cila ka caktuar masat e sigurimit personal me karakter ndalues detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore, parashikuar nga neni 234 i Kodit Penal për një punonjës policie dhe 3 punonjës të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit të dyshuar për kryen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. AD me detyrë nën specialisti i policimit në komunitet pranë Komisariatit të Policisë Vaudejës, DL, JH dhe ML me detyrë 2 prej të parëve inspektor pranë IMT-s në Bashkinë e Vautëdejës dhe tjetri përgjegjës pranë kësaj IMT-je. Caktimi masave të sigurisë u bë mundur nga veprimet hetimore në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër, pas sigurimit të informacionit nga Autoriteti Mbikëqyrjes Policore se disa shtetas po ndërtonin në mënyrë të paligjshme duke u favorizuar nga punonjësit e policisë dhe IMT-s. Po vijnë hetimet për zbarrjen e plotë të ngjarjes dhe përfshirjen e mundshme të personave të tjerë në këtë veprimtari kriminale. Agjencia Mbikëqyrjes Policore mbetet e përkushtuar në misionin e saj për të garantuar zbatimin e ligjit dhe i fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana punonjësve të strukturave, duke telefonuar në numrin e gjelbërt 0800 90 90 apo duke dërguar email në adresën ankesa@amp.gov.al.